Ishte 6 e mëngjesit në një zonë të lartë malore. Temperatura ishte 5 gradë nën zero, një shifër që ngrin jo vetëm frymëmarrjen, por edhe kimin e lëngjeve të një automjeti. Roberto ishte me nxitim. Ai ishte vonë për një takim që do të përcaktonte vitin e tij. Ai hipi në makinën e tij, një SUV krejt i ri me një motor turbo, dhe pa u menduar 2 herë, ktheu çelësin dhe shkeli gazin sapo dëgjoi shpërthimin e parë të motorit. Doja ta ngroja shpejt për të qelluar. Megjithatë, ajo që dëgjoi Roberto nuk ishte një zhurmë fuqie, por një zhurmë e thatë, metalike dhe e dhunshme që kumbonte në të gjithë bllokun. Në më pak se 5 sekonda, motori i tij $30,000 ishte kthyer në një peshë gjigante letre. Ajo që Roberto nuk e dinte, ishte se ai sapo kishte kryer mëkatin kardinal të mekanikës moderne, goditjen termike dhe fërkimin e thatë. Sipas statistikave nga punëtoritë zyrtare, 75% e konsumimit total të një motori nuk ndodh gjatë udhëtimit me 120 km/h në autostradë, por në ato sekondat e para fatale pas një fillimi të ftohtë. Ky është momenti i cenueshmërisë maksimale, ku metali fërkohet me metalin pa mbrojtjen e vajit, i cili ende qëndron viskoz dhe i rënd në fund të karterit. Sot do të zbërthejmë 21 gabime që do të tregojnë pse mënyra se si ndizni makinën tuaj është fjalë për fjalë një dënim me jetë a vdekje për motorin tuaj. A e dini se gabimet që bëni çdo mëngjes nga inercia mund t'ju kushtojnë vite jetë? Jeni të përgatitur, sepse pas kësaj, sa herë që prekni tastin ose butonin start, do të ndjeni peshën e përgjegjësisë mekanike mbi supet tuaja. Numri NGZNG. Përshpejtimi i mirësjelljes. Numri NGZNG. Në listën tonë është ndoshta më shkatëruesi dhe interesant, një nga zakonet më të përhapura në mesin e shoferëve që trashëguan zakonet e tyre nga epoka e motorëve me karburim. Po flas për përshpejtimin e famshëm menjëherë pas filimit. Shumë gabimisht besojnë se kjo ndihmon vajin të qarkullojë më shpejt ose motori të arrijë temperaturën e funksionimit në më pak kohë. Realiteti teknik është i tmerrshëm. Është gjëja më e afërt për të zgjuar një atlet nga një gjumë i thellë me një kovë me ujë të akullt dhe për ta detyruar atë të vrapojë një sprint 100 metra pa u shtrirur. Kur një motor ka qenë i fikur për më shumë se 4 orë, vaji kulon nga muret e cilindrit, kunjat e boshtit të boshtit dhe kushinetat për shkak të gravitetit. Kur ndizni motorin, pompa e vajit ka nevojë për një kohë fizike, midis 2 dhe 5 sekonda, në varësi të temperaturës së ambientit dhe viskozitetit të lubrifikantit, për të thithur lëngun nga karteri, për ta kaluar atë përmes filtrit dhe për të vënë presion të gjithë sistemit në kokën e cilindrit. Nëse rrotulloni motorin në 3 ose 4.000 rrotullime në atë interval, pjesët metalike po rrotullohen me shpejtësi marramendse me lubrifikim pothuajse zero. Për sa i përket metallurgjisë, ju po prodhoni konsumim mikroskopik, por të paktyeshëm në unazat e pistonit dhe veshjet e cilindrave. Edhe më keq është efekti në turbocharger. Boshti i një turbo mund të rrotullohet me më shumë se 100.000 rrotullime në minutë. Nëse merrni një rrjedhë të gazrave të ngjehtë të shkarkimit për shkak të përshpejtimit, por boshti juaj nuk ka marrë ende presionin e vajit të nevojshëm për të notuar në kushinetat tuaja hidrodinamike, do të ndodhë kontakti metal-metal. Një nxitje mirësjelljeje e vetme e ftohtë mund të zvogëlojë jetën e një turbo me mijëra milje. Metoda e duhur, e vërtetuar nga inxhinierët, është ta lini motorin të stabilizojë vetë boshe. Ato 10 sekonda pritje janë ndryshimi midis një motori që arrin 500.000 km dhe një që vdes në 150.000. Numri 20. Injorimi i motorit të kontrollit momental. Në numrin e 20, hymë në fushën e komunikimit midis makinës dhe njeriut. Kur e ktheni çelësin në pozicionin on ose e shtypni butonin pa shtypur frenat, pulti ndizet plotësisht. Është një protokoll sigurie i krijuar për ju për të verifikuar që të gjitha llambat dhe sistemet e paralajmërimit po funksionojnë. Shumë shofer, të verbuar nga nxitimi, ndezin motorin para se të përfundojë kjo parad dritash. Kompjuteri i makinës, ose ECU, kryen një proces të quajtur POST, Power On Self Test. Gjatë këtyre sekondave të shkurtra, ai kontrollon integritetin e sensorëve kritik, si sensori i pozicionit të boshtit me gunga, sensori i rrjedhës së ajrit masiv, MAF, dhe sensorët e trokitjes. Nëse filloni menjëherë, mund ta detyroni motorin të funksionojë me vlera të paracaktuara,
ose në modalitetin e hapur për sekondat e para, duke rezultuar në një përzierje tepër të pasur që kontaminon vajin me benzinë të papërpunuar. Mekanikët e specializuar në diagnostikimin elektronik paralajmërojnë se kushtimi i vëmendjes ndaj këtyre dritave është jetike. Nëse vëreni se drita e presionit të vajit kërkon 1 sekond më shumë për t'u fikur se sa drita e baterisë, keni një problem me rrjevën. Nëse drita check engine pulson dhe më pas fiket, sistemi zbuloj një ndezje të gabuar që mund të dëmtojë në heshtje konvertuesin tuaj katalitik. Mos injoroni këto mesazh. Makina juaj po ju dërgon një raport statusi çdo mëngjes. Më e pakta që mund të bëni si pronar i përgjithshëm është të kalloni 3 sekonda duke lecuar përpara se të vendosni pistonët në lëvizje. Injorimi i këtij rituali fillestar është si të injorosh dhimbjen e gjoksit para se të shkosh për vrap. Përfundimisht, sistemi do të shembet. Numri 19. Ndizni me të gjithë aksesorët e ndezur. Numri 19 na çon në një gabim të menaxhimit elektrik që ndëshkon drejt për drejt motorin e motorit dhe baterinë. A keni vënë re ndonjëherë se dritat e makinës suaj zbehen ndjeshëm kur ndizni? Kjo ndodh sepse motori starter është komponenti elektrik që kërkon më shumë energji në të gjithë automjetin. Për të kapërcyer inercinë e boshtit të boshtit dhe kompresimin e cilindrit, ju nevojiten qindra amper goditje. Nëse përpiqeni të ndizni automjetin me ajër të kondicionuar të ndezur, radion në volum të lartë, dritat kryesore të ndezura dhe ndoshta sediljet me ngroje, ju po ndani fuqinë e baterisë tuaj. Kjo shkakton një rënje drastike të tensionit që mund të jetë fatale për modulet elektronike të ndjeshme. Kur tensioni bie në 10 volt gjatë fillimit, kompjuteri mund të ngatërohet, duke dërguar sinjale të çrregullta në injektorët ose duke humbur sinkronizimin e shkëndijës, duke rezultuar në një fillim të zgjatur dhe të vështirë që konsumon para kohe furçat e starterit. Përveç kësaj, kompresori i ajrit të kondicionuar përfaqëson një ngarkesë mekanike shtesë. Megjithse shumë makina moderne shkëputin tufën e kompresorit gjatë nisjes së softurit, në automjetet disa vjeçare, motori duhet të luftojë kundër rezistencës fizike të kompresorit nga 0,2. Kjo krijon stres të panevojshëm në rripin aksesor dhe vetë motorin fillestar. Zakoni profesional është i thjeshtë. Sigurohuni që gjithçka të jetë e fikur përpara se të ktheni çelsin. Jepini baterisë tuaj mundësinë të përqendrojë të gjithë fuqinë e saj në të vetmen gjë që ka rëndësi për momentin: krijimin e djegjies së përsosur. Numri 18. Mos e shtypni tufën, edhe në neutral. Numri 18 është një truk i shkollës së vjetër që është ende 100% i vlefshëm për të mbrojtur mekanika në çdo makinë manuale. Edhe nëse jeni siguruar që leva e marsheve të jetë në neutral, mos tupja e pedalit të tufës kur filloni është një gabim që shton konsumimin e panevojshëm. Kur motori fillestar rrotullohet, ai duhet të lëviz boshtin e boshtit dhe pistonën. Nëse tufa është e angazhuar, pedali lishëm, motori fillestar gjithashtu duhet të lëviz boshtin kryesor të kutisë së shpejtësisë dhe të rrotullojë ngranazet e zhytura në vajin e dendur dhe të ftohtë të transmetimit, valvula. Në një mëngjes të ftohtë, ky vaj transmisioni ka konsistencën e mjaltit, duke ofruar rezistencë të konsiderueshme. Duke shtupur tufën, ju shkëputni fizikisht motorin nga transmetimi, duke e çliruar motorin nga ajo ngarkesë shtesë. Shumë prodhues modern tashmë kërkojnë që ju të shtupni tufën që makina të fillojë për arsye sigurie, por nëse makina juaj ju lejon të filloni pa e bërë këtë, mos bini në kurt. Jo vetëm që do të zgjasni jetën e baterisë dhe motorit tuaj, por gjithashtu do të shmangni një aksident të mundshëm nëse për ndonjë arsye rasti nuk ishte plotësisht neutral. Ky gest i vogël zvoglon tendosjen në sistemin e fillimit me pothuajse 30% në kushte ekstreme të ftohta. Është mekanika bazë. Më pak mas për të lëvizur, është e barabartë me fillim më të shpejtë me më pak fërkime. Numri 17. Gabimi i ftohtë start-stop. Ne hymë në teknologjinë moderne me numrin 17. Sistemi start-stop është projektuar për të kursyer karburant dhe për të reduktuar emetimet në semafor, por është një thik me 2 tehe nëse nuk menaxhohet siç duhet, veçanërisht në minutat e para të vozitjes. Shumë shofer e nisin makinën e tyre në garazh dhe pas 50 metrash, kur arrin në kryqëzimin e parë, sistemi fik motorin sepse kushtet themelore për kursim janë plotësuar tashmë. Ky është një gabim serioz konceptual. Megjithse sistemi start-stop është krijuar për t'i bërë ballë ciklizmit të shpeshtë,
një motor që nuk ka arritur ende temperaturën e tij të funksionimit, rreth 90 gradë Celsius, nuk duhet të fiket, vendizet vazhdimisht. Në të ftohtë, tolerancat midis metaleve nuk janë optimale dhe vaji nuk ka rrjedhur mjaftueshëm për të garantuar mbrojtje totale në çdo rinisje. Përveç kësaj, sa herë që motori ndalon, rrjedha e ftosit dhe vajit gjithashtu ndalon, duke shkaktuar pika të ngjehta të brendshme që mund të deformojnë komponentët e lehtë. Mekanikët nga markat premium rekomandojnë saktivizimin manualisht të start-stop sapo të ndizni makinën, të paktën derisa gjilpra e temperaturës të arrijë në gjysmën të rrugës. Pasi motori është i ngjehtë dhe metalet janë zgjeruar në dimensionet e tyre të projektimit, sistemi është shumë më i sigurt. Ndalimi dhe fillimi i detyruar në një motor të ngrohtë është një recetë për konsumimin e parakohshëm të kushinetave të boshtit dhe për lodhjen e starterit të përforcuar, i cili kushton 3 herë më shumë për të zvendësuar sesa një konvencional. Mos lejoni që kursimi i disa mililitrave benzin të shkatërrojë integritetin termik të bllokut tuaj të motorit. Numri 60. Fijoni me depozitën në rezervë. Numri 60 është një gabim që ndikon në sistemin e energjisë dhe mund t'ju lërë të bllokuar shumë më shpejt nga sa mendoni. Ekziston një besim se pompa e gazit vuan vetëm kur makina fiket për shkak të mungesës së karburantit, por dëmi i vërtet ndodh sa herë që filloni me rezervuarin në këmbët e fundit. Pompa e karburantit të një makine moderne është zhytur në rezervuar për një arsye. Benzina vepron si ftohës të lubrifikant për motorin elektrik të pompës. Kur niveli është jashtëzakonisht i ulët, pompa ekspozohet ndaj ajrit, dhe tenton të mbinqehet gjatë përpjekjes fillestare për të vënë presion në sistem. Përveç kësaj, sedimentet, lagështia dhe grincat e vogla të papastërtisë që kanë hyrë gjatë viteve, grumbullohen në fund të rezervuarit. Kur fillon në rezervë, pompa thith fuqishëm nga thellësia, duke rritur shanset që këta ndotës të kalojnë nëpër filtr ose madje të bllokojnë pjesërisht injektorët. Një fillim me ajër në linjat e karburantit, i shkaktuar nga një nivel i ulët, shkakton djegjie të dobët dhe të çrregut në ciklet e para, gjë që gjeneron drivje të dhunshme që ndëshkojnë montimet e motorit. Specialistët sugjerojnë të mos e lini kurrë rezervuarin të shkojnë në dhomën e kapacitetit. Mbajtja e një niveli të shëndetshëm karburanti siguron që pompa të funksionojë ftohtë dhe që motori të marrë një rrjedhë të qëndrueshme dhe të pastër që nga kthesa e parë. Mos lejoni që planifikimi i dobët logjistik në pikën e karburantit të përfundojë duke dëmtuar injektorët delikati me presion të lartë të automjetit tuaj. Numri 15. Cikli kryesor shumë i shkurtër. Mberim në numrin 15, një gabim kohor nga ana e shoferit. Me siguri ju ka ndodhur. Ju ktheni qelsin, motori bën një mashtrim për të ndezur, por ju e lëshoni qelsin shumë shpejt dhe motori fiket me një tingull dhe rënkimi. Ky është fillimi i dështuar i famshëm ose cikli i shkurtër. Kur lëshoni qelsin ose butonin përpara se ECU të konfirmojë se motori ka arritur rotullime boshe, rreth 7 ose 800 rpm, ju e lini ciklin e djegjes në gjysmë të rrugës. Kjo bën që benzina e padjegur të mbetet në muret e cilindrit, e cila njihet si larja e cilindrit. Kjo benzinë e lëngshme shpërndan filmin e hollë të vajit që mbron metalin, duke e lënë pistonin të ekspozuar ndaj fërkimit ekstrem në përpjekjen tjetër fillestare. Përveç kësaj, këto nisje të dështuara gjenerojnë presion të kundërt në sistemin e marrjes që mund të dëmtojë sensorët delikate apo edhe valvulën e mbutjes. Në mënyrë ideale, duhet ta mbani qelsin në pozicionin fillestar derisa të ndjeni se motori është i vetë mjaftueshëm, por pa e tepruar. Do ta shohim më vonë. Dëgjimi i ritmit të motorit është një aftësi që çdo shofer duhet të zhvillojë. Nëse dështoni në përpjekjen e parë, mos u përpiqni të nisni menjëherë. Prisni të paktën 10 sekonda që karburanti i tepërt në dhomë të avullojë dhe sistemi elektrik të rikuperohet. Numri 14. Përpjekjet e një pasnjëshme për fillim pa pushim. Numri 14 është një kurth dëshpërimi. Makina juaj nuk do të ndizet, ju nxitoni dhe filloni ta ktheni qelsin pa pushim, duke ndezur atë për 10 ose 15 sekonda rresht. Kjo sjellje është mënyra më e shpejtë për të shkatëruar jo një, por 3 komponentë të shtrenjtë: baterinë, motorin dhe instalimet elektrike kryesore. Motori starter nuk është projektuar për funksionim të vazhdueshëm. Është një motor elektrik me fuqi të lartë, por pa sistemin e vet të ftojes.
Funksionimi i tij normal zgjat vetëm 1 ose 2 sekondë. Nëse detyrohet për 10 sekonda në të njëjtën kohë, fërkimi i brendshëm dhe rezistenca elektrike gjenerojnë nxehtësi ekstreme që mund të shkrijë izolimin e mbështjeljeve ose të sallojë kontaktet solenoide. Kam parë filestar fjalë për fjalë të zemëruar nga shoferët e paduruar. Rregulli i artë i mekanikës është rregulli 10x30. Kurrë mos ndizni për më shumë se 10 sekonda në të njëjtën kohë. Dhe nëse motori nuk ndizet, lëreni sistemin të pushojë për të paktën 30 sekonda përpara se të provoni përsëri. Kjo kohë lejon që nxehtësia nga motori të shpërndahet dhe bateria të rifitojë kimin e saj të brendshme për të dhënë një tjetër kund të energjisë. Nëse pas 3 përpjekjesh makina nuk do të ndizet, këmbëngulja vetëm sa do t'i përkeqësoj gjërat. Ndoshta ka një problem me karburantin ose shkëndijën, dhe këmbëngulja vetëm do t'ju ndihmoj të përfundoni me një starter të djegur në krye të këtij problemi. Numri 13. Injoroni zhurmën e pompës së karburantit. Në numrin 13 flasim për durimin dëgjimor. Në shumicën e makinave, kur vendosni ndezjen, pozicioni 2, dëgjoni një gumzhitje të dobët që vjen nga pjesa e pasme për disa sekonda. Është pompa e karburantit që bën presion në shinën e injektorit. Shumë shoferë e injorojnë këtë tingull dhe kalojnë nga off në start me një lëvizje të vetme fluide. Problemi me mospritjen e atyre 2 sekondash është se injektorët mund të mos kenë presion të mjaftueshëm për të atomizuar benzinën siç duhet në ciklin e parë. Në vend të një mjegull të imët që ndizet lehtësisht, injektori mund të lëshojë pika të mëdha karburanti që nuk digjen mirë, duke bërë të vështirë ndezjen dhe duke detyruar motorin të rrotullohet më shumë se sa duhet. Kjo është veçanërisht kritike në motorët me injeksion të drejtë për drejtë, ku presionet e punës janë shumë të larta. Mësohuni me këtë ritual. Vendosni kontaktin, dëgjoni zhurmën e bombës, prisni që të ndalet dhe pastaj filloni. Është një zakon që siguron që motori të ndizet në prekjen e parë të çelësit, duke reduktuar konsumimin e sistemit të nisjes dhe duke siguruar djegje të pastër që nga shpërthimi i parë. Ato 2 sekonda pritje do t'ju kursejnë shumë dhimbje koke në planin afatgjat dhe do t'i mbajnë kandelat tuaja të pastra nga depozitat e karbonit nga djegja jo e plot. Numri 12. Gabimi i dobët i baterisë. Numri 12 është një gabim parandalues i mirëmbajtjes. Shumë shoferë zgjasin jetën e baterisë së tyre derisa makina thjesht të mos ndizet. Ende funksionon, megjithëse është pak e vështirë, thonë ata. Ajo që ata nuk e dinë është se një bateri e dobët po dëmton në mënyrë aktive elektronikën e makinës suaj në çdo përpjekje për fillimin e kërcimit. Gjatë fillimit, nëse bateria nuk është mjaft e shëndetshme, tensioni mund të bjerë në nivelet kritike të funksionimit të moduleve të kontrollit. Kjo bën që sensorët të dërgojnë sinjale të zhumshme ose të shtrembruara në ECU. Për shembull, sensori i pozicionit të boshtit mund të dërgojë impulse të çrregullta, duke bërë që kompjuteri të llogarisë gabim për parimin e ndezjes. Kjo mund të shkaktojë shpërthime ose shpërthime të vogla jashtë kohës që godasin pistonët dumshëm, diçka që ndihet si një dridhje e fortë kur fillon. Përveç kësaj, një fillim me tension të ulët bën që motori i motorit të rrotullohet më ngadalë. Kur rrotullohen ngadalë, kompresimi në cilindra humbet nga unazat, të cilat kanë nevojë për shpejtësi për të mbyllur mirë nga forca centrifugale, duke bërë që motori të marrë shumë më shumë kohë për të ndezur. Ju po e vendosni të gjithë sistemin në stres të panevojshëm vetëm duke mos ndryshuar një bateri që tashmë paralajmëronte. Nëse vëreni se makina juaj kërkon më shumë kohë për të filluar në mëngjes, ose se dritat e pultit pulsojnë shumë kur filloni, ndryshoni baterinë menjëherë. Nuk është një shpenzim, është një mbrojtje për mijëra dollar që vlen motori juaj dhe elektronika e tij. Numri 11. Fijoni me timon të këqur ose të kthirë në maj. Kjo është një gabim që ndikon në sistemin e timonit dhe rripit. Shumë shoferë parkojnë makinën me rrotat e kthyer plotësisht në njërin anë dhe, të nesërmen, ndezin motorin në të njëjtin pozicion. Kur rrotat janë në krye të udhëtimit të tyre, valvula e pompës së drejtimit elektrik në sistemet hidraulike ose motori elektrik në sistemet EPS janë në presion maksimal. Kur ndizni motorin, pompa e drejtimit merr një shpërtim të papritur energjie dhe përpiqet të lëvizë lëngun kundër rezistencës maksimale. Kjo shkakton një ulëritje karakteristike të rripit, i cili po rrëshqet nga përpjekja dhe një ngarkesë maksimale që motori duhet të kompensojë duke rritur ndjeshëm injeksionin e karburantit.
Kjo përpjekje shtesë në kohën e fillimit, kur vaji i motorit nuk është ende nën presion, është jashtëzakonisht e dëmshme. Montimet e motorit vuajnë nga çift rrotullues i panevojshëm dhe pompa e drejtimit vuan nga konsumimi i përshpejtuar në vullat e saj të brendshme. Këshilla e ekspertëve është e thjeshtë. Para se të fikni makinën, drejtoni rrotat. Nëse për ndonjë arsye duhet të filloni me timon të kthyer, shmangni detyrimin kundër ndalesës. Lëreni motorin të stabilizohet për disa sekonda përpara se të filloni manovrimin e drejtimit. Sistemi juaj i drejtimit dhe rripat do t'ju falenderojnë me vite shërbimi të qetë. Bëhuni gati, sepse tani do të gërmojnë në gabimet që ndodhin pasi motori tashmë po rrotullohet, dhe se si zakonet tuaja nga 5 minutat e para të vozitjes mund të shkatërrojnë në heshtje sistemin tuaj të transmetimit dhe shkarkimit. Mos e humbisni, sepse numri 1 është diçka që pothuajse të gjithë ne e bëjmë duke menduar se është e mirë për makinën. Numri gjete. Ftoje e zgjatur boshe. Numri gjete është gabimi më i zakonshëm në mod të ftohtë. Lënia e makinës në punë dhe ndalimi për t'u ngrohur. Në motorët e vjetër të karburatorit, kjo ishte pothuajse e detyrueshme në mënyrë që makina të mos nxekte. Në një motor modern me injeksion elektronik, është helm i pastër. Pse? Sepse motori nxehet jashtëzakonisht në mënyrë jo efikase kur nuk është në ngarkesë. Kur një motor punon boshe, djegja është më e ndotur. Kompjuteri injekton një përzierje të pasur, më shumë benzinë se normalisht, për të mbajtur motorin në punë, ndërsa metalet janë të ftohta. Kur është boshe, presioni i djegjes është i ulët, gjë që parandalon që unazat e pistonit të zgjerohen dhe mbyllen në mënyrë të përsosur kundër mureve të cilindrit. Si rezultat, një pjesë e benzinës së mbetur rrjedh në karter, duke u përzier me vajin dhe duke degraduar vetit e tij lubrifikuese. Kjo quhet holim vaj për karburant. Por ka diçka më serioze. Ndërsa motori, bloku, nxehet shumë ngadalë, kushinetat e transmetimit, diferenciali dhe rrotave janë ende në temperaturën e dhomës. Nëse pas 15 minutash boshe, dilni dhe përshpejtoni normalisht duke menduar se makina është e nxehtë, do të kërkoni një kuti shpejtësie të ngrirë për të menaxhuar fuqinë e një motori që tashmë është në temperaturën e shërbimit. Veshja për shkak të ndryshimit termik midis komponentëve është masive. Zgjidhja zyrtare teknike. Prisni 30 sekonda që vaji të qarkullojë dhe dilni për të vozitur pa probleme. Motori dhe transmisioni do të nxehen së bashku në ngarkesë në mënyrë të barabartë dhe shumë më shpejt, duke reduktuar kohën e fërkimit të ftohtë në minimum. Numri 9. Vozitja me rrotullime të ulëta. Kursimet që janë të shtrenjta. Në numër 9 flasim për mitin e kursimit të karburantit, duke vozitur me rrotullime shumë të ulta. Shumë shofer vendosin marshin e 5 ose të 6 në 50 km/h, duke lënë motorin të vdekur me 1200 rpm. Ata mendojnë se po kursejnë, por po e vendosin boshtin e boshtit dhe kushinetat në stres mekanik brutal të njohur si ngarkim me shpejtësi të ulët. Vozitja me motorin të mbutur gjeneron dridhje me frekuencë të ulët që nuk absorbohen nga montimet e motorit, por transmetohen drejt për drejt në kutinë e shpejtësisë dhe tufën, veçanërisht në volantin me mas të dyfisht, një pjesë që kushton një pasuri për t'u zvendësuar. Përveç kësaj, për shkak se ka një shpejtësi të ulët ktheze, pompa e vajit jep më pak presion se idealja, vetëm kur motori bën një përpjekje më të madhe për të vazhduar. Në motorët me naftë ose benzinë me injeksion të drejt për drejt, ky zakon është drejt për drejt përgjegjës për akumulimin e karbonit në valvulën EGR dhe në filtrin e grincave, DPF. Djegja me rrotullime të ulta dhe ngarkesë të lartë gjeneron shumë bloz që nuk ka shpejtësi të mjaftueshme shkarkimi për t'u nxjerrë. Në planin afatgjat, parat që keni kursie në gaz do të paguen 10 fish kur duhet të pastroni kolektorët e marrjes ose të zvendësoni një turbo të bllokuar. Një motor i shëndetshëm duhet të marrë frymë. Mbani rrotullimet në zonën e tyre optimale të çift rrotulluar. Numri 8. Mos e ngroni turbo para se të kërkoni. Numri 8 është jetik për çdo që ka një makinë të prodhuar në dekadën e fundit, pasi pothuajse të gjitha janë turbo. Turbocharger është një pjesë e inxhinierisë precize që punon në temperatura ekstreme dhe shpejtësi rrotullimi astronomike. Gabimi këtu është të hyni në autostradë dhe të vendosni pedalin në metal përpara se vaji të ketë arritur temperaturën e tij ideale të rrjedhës. Vaji i ftohtë
është i trash. Imagjinoni të përpiqeni të lubrifikoni një bosht që rrotullohet me 151 rpm me diçka që ka konsistencën e shurupit. Nëse kërkoni presion frurjeje nga turbo kur vaji nuk rrjedh ende në mënyrë perfekte, ju po krijoni mikrokonsumim në tufat e boshtit. Me kalimin e kohës, kjo krijon plogështi. Turbo fillon të fërshellojë dhe përfundimisht fillon të djeg vaj, duke dërguar një re tymi blu nga shkarkimi. Gjilpëra e temperaturës së ujit shpesh mashtron. Uji nxehet shumë më shpejt se vaji. Si rregull i përgjithshëm, edhe nëse uji është 90 gradë, zakonisht duhen në rreth 5 deri në 10 minuta më shumë që vaji të jetë gati për veprim. Jini të durueshëm. Trajtojeni makinën tuaj si një atlet. Mos i kërkoni një sprint olimpik pa vrapuar 10 minuta më parë. Portofoli juaj do t'ju falenderoj kur turbo juaj të arrijë 300.000 km pas një gërvishtje. Numri 7. Përdorimi i tepërt i frenave në zbritje, zbeje. Vim te numri 7. Një gabim që nuk shkatëron motorin, po shkatëron sigurinë dhe sistemin tuaj të frenimit. Mos përdorimi i frenave të motorit. Shumë shofer, kur zbresim nga një kodër e gjatë me njëherë pas filimit, mbajnë pedalin e frenave të shtupur vazhdimisht, ose bëjnë frenim të gjatë dhe të qetë. Kjo shkakton një fenomen fizik të quajtur zbeje ose lodhje termike. Jastëkët dhe disqet arrin temperatura aq të larta, sa materiali i fërkimit fillon të lëshoj gazra. Këto gazra krijojnë një film midis jastkut dhe diskut, duke e bërë pedalin të ndihet sfungjeror, dhe makina fjalë për fjalë ndalon frenimin. Përveç kësaj, nxehtësia ekstreme mund të ziejë lëngun e frenave, duke futur fluska ajri në sistem që mund të shkaktojnë dështim total. Mënyra e duhur është përdorimi i kompresimit të motorit. Ullni 1 ose 2 marsh dhe lëreni motorin të mbajë automjetin. Mos keni frikë se rrotullimet rriten pak. Është shumë më e sigurt dhe më e lirë se sa konsumimi i parakoshëm i disqeve ose më keq, mbarimi i frenave në një koshe. Frenat janë për të ndaluar makinën. Motori është për të menaxhuar shpejtësinë. Të mësosh të balancosh të duja është shenja e një shoferi që kupton fizikën e automjetit të tij. Numri 6. Fike e motorit pas një udhëtimi të gjatë. Numri 6 është mëkati i kundërt i startupit. Mbyllja e dhunshme. Ju keni vocitur për 2 orë në autostradë, bërini në pikën e karburantit dhe fikni motorin menjëherë. Në atë moment, ju keni ndaluar qarkullimin e vajit dhe ftosit, por turbo dhe bloku i motorit janë në temperaturat e shkrirjes. Pa rrjedhën e vajit për të ftohur atë, vaji që blokohet në kanalet e nxehta turbo gatuhet, duke u kthyer në karbur të ngurtë, koks. Ky qymir vepron si letër zmerile herën tjetër që ndizni makinën. Përveç kësaj, nxehtësia e mbeturinave që nuk evakuohet mund të shkaktojë deformime në kokën e cilindrit. Pas sforcimit të gjatë ose voxitjes me shpejtësi të lartë, jepini makinës tuaj një kohë të qetë. Lëreni boshe për 1 deri në 2 minuta përpara se ta fikni. Kjo lejon që temperaturat të stabilizohen dhe përbërësit më të nxehtë të ftohen gradualisht. Është ekuivalente me ecjen pak pas vrapimit të një maraton, në vend që të rrëzoheni në tokë. Është një zakon 62 që mund t'ju shpëtojë nga një riparim $2.000. Numri 5. Përplasja e frenave dhe gazit në të njëjtën kohë. Në numër 5, hyjmë në një vest të zakonshëm në drejtuesit automatik të makinave, duke përdorur këmbën e majt për frenën dhe të djathtën për gazin. Nëse nuk jeni një shofer profesionist rally që kërkon ekuilibrin në një kthes zhavor, kjo është një katastrofë për makinën tuaj rrugore. Shpesh, pa e kuptuar, ju mbani një presion të lehtë në frena gjatë përshpejtimit. Kjo njihet si zvarritja e frenave. Ju po e detyroni motorin të luftoj frenat, gjë që gjeneron nxehtësi të jashtëzakonshme në transmetimin automatik, duke degraduar ATF, Automatic Transmission Fluid, në kohë rekord. Vaji i djegur i transmisionit humbet aftësinë e tij për të mbrojtur tufat e brendshme dhe tufat planetare, duke çuar në dështim katastrofik të kasës. Përveç kësaj, sistemet moderne elektronike bien në konflikt kur marrin sinjale të njëkohshme për shpejtimi dhe frenimi. Disa makina ndërpresin fuqinë e motorit për siguri, gjë që mund t'ju friksoj kur bashkoheni. Mbani këmbën e majt në mbështetjen e këmbëve. Lëreni makinën të marrë frymë dhe lërini frenat të qëndrojnë të freskëta kur nuk keni nevojë për to. Numri 4.
Mos përdorni frenat e dorës në automatik. Numri. 4 është gabimi që po vret gozhdën e parkimit të kutisë së shpejtësisë automatike. Ju mbërrini, vendosni P, park, lëshoni frenën, makina lëviz disa centimetra, vendjeni një goditje të mprehtë. Ajo goditje është e gjithë pesha e automjetit që bie në një kapkë të vogël metalike me madhësinë e një gishti brenda transmetimit tuaj. Nëse e bëni këtë rregullisht, veçanërisht në shpate, ajo kapse konsumohet ose mund të thyhet. Përveç kësaj, presioni i vazhdueshëm ndonjëherë e bën shumë të vështirë për ju heqjen e levës nga P në D, duke ushtruar forcë të tepërt që dëmton kablët dhe mekanizmin e përzgjedhjes. Sekuenca e saktë e rekomanduar nga të gjithë prodhuesit e transmetimit si ZF ose Aisin është: ndaloni makinën me pedal, vendosni N, neutral, tërhiqni frenën e dorës fort, lëshoni pedalin e frenave në mënyrë që pesha e makinës të mbështetet në frenat e pasme dhe vetëm atëherë vendosni P. Në këtë mënyrë, rraqet e kutisë është aty vetëm si një masë shtesë sigurie, jo si mbështetja kryesore e 2 tonëve metal. Mekanikisht, pozicioni P nuk është një frenim i vërtet, është thjesht një bllokim mekanik që parandalon rrotullimin e ingranazheve. Nëse parkoni në një pjerësi dhe mbështeteni vetëm në pozicionin P, ju po e nënshtroni atë rraqet dhe lidhjen e kutisë në theksin se ato nuk janë krijuar për të mbështetur si një mbështetje kryesore. Me kalimin e kohës, ky komponent deformohet ose thyhet, gjë që mund të bëjë që makina të udhtojë vetë. Përveç kësaj, presioni është aq i lartë sa, kur përpiqeni të lini P për të filluar vozitjen, leva ndihet e fortë dhe lëshon një goditje të dhunshme ku lëshohet, duke dëmtuar vullat dhe kablot e përzgjedhësit. Sekuenca e saktë teknike për të ruajtur transmetimin është një ritual me 3 hapa që pak e ekzekutojnë. Së pari, me makinën e ndaluar dhe frenën e këmbës të shtupur, vendosni levën në N, neutral. Së duti, ai vendos frenat e dorës, elektronike ose manuale, dhe lëshon pedalin e frenave në mënyrë që pesha e makinës të mbështetet në frenat e pasme. Së fundi, vendosni levën në P. Në këtë mënyrë, kapësja e kutisë vepron vetëm si një rezervë sigurie dhe jo si një bartës nërkese. Është ndryshimi midis një kutie që ndryshon si mëndafshi dhe asaj që kërkon mijëra dollar për t'u riparuar. Numri 3. Ingjoroni zhurmat e vogla gjatë rrotullimit. Numri 3 është një gabim psikologjik. Ju dëgjoni një klak-klak të lehtë kur rrotulloni timonin ose një zhurmë që rritet me shpejtësinë, por meqense makina po funksionon mirë, ju e injoroni atë. Në mekanik, një zhurmë që shfaqet dhe nuk largohet është paralajmërimi i një dështimi të afërt. Ai tingull gumzhitje është zakonisht një kushinet rrotash të thatë. Nëse bllokohet me shpejtësi të lartë, rrota mund të shkëputet ose të shkaktojë një aksident fatal. Klak-klak, kur kthehet, është zakonisht një nuje CV pa yndyr. Nëse prishet, do të humbni plotësisht tërheqjen në momentin më të papërshtatshëm. Të injorosh këto simptoma, do të thotë të lejosh një riparim prej $50, të bëhet një riparim prej $500, duke dëmtuar pjesët ngjitur. Makina juaj është një sistem komponentësh të ndërlidhur. Një dridhje në gomë përfundon duke dëmtuar amortizatori, i cili më pas dëmton shpëndarsin, i cili përfundimisht ndikon në shtrirjen dhe shkatron pjesën tjetër të gomës. Kushtojini vëmendje zhurmave kur janë pëshpëritje, ose do t'ju duhet t'i dëgjoni kur janë thirrje për ndihmë në formën e një prishjeje totale në mes të rrugës. Një tingull i lehtë kumzhitje që rritet proporcionalisht me shpejtësinë është zakonisht një kushinet rrotash që ka humbur lubrifikimin e saj, ose ka zhvilluar gropa në pistën e saj të garës. Injorimi i tij është i rrezikshëm. Një kushinet e kapur me 100 km/h mund të bllokojë menjëherë timonin ose të bëjë që shpëndarësi të nxehet aq shumë sa goma të marrë flak ose të shkëputet. Në mënyrë të ngjashme, një klak-klak ritmike, ndërsa timoni rrotullohet, është thirrja për ndihmë nga një nuje CV, cizma e gomës së cilës u thye, duke lejuar rrërën të hyjë dhe yndyrën të dalë. Nëse ajo copë litarit dështon, makina do të humbas tërheqjen menjëherë, duke ju lënë të bllokuar në një kryqëzim ose parakalim. Automjeti juaj është një ekosistem pjesësh të ndërvarura. Një dridhje e lehtë në timon, e shkaktuar nga një gomë e ekuilibruar dobët, nuk është vetëm e bezdishme, po shkatron parakohe, terminalet e drejtimit, bloqet e heshtura të pezullimit dhe amortizatorët.
Trajtimi i këtyre simptomave, kur ato janë delikate, zakonisht kushton 10% të asaj që do të kushtoj riparimi kur pjesa më në fund shembet dhe dëmton gjithçka rreth saj. Mekaniku më i mirë nuk është ai që di të riparoj, po shoferi që di të dëgjoj përpara se dëmtimi të jetë i paktyesh. Numridi. Ndryshime të papritura të marsheve, manuale dhe automatike. Në numër 2, ne flasim për dhunë të panevojshme, me lev dhe pedale. Në makinat manuale, goditja e ingranazheve konsumon sinkronizuesit, të cilët janë përgjegjës për barazimin e shpejtësisë e ingranazheve. Nëse ndjeni se ingranazhi gërvishtet, ju po tërhiqni patate të skuqura metalike nga motori juaj. Në automatik, gabimi ekuivalent është të kaloni nga D në R, ose anasjeltas, dësa makina është ende në lëvizje, edhe nëse është pak. Ju po e detyroni transmetimin të ndryshoj drejtimin e rrotullimit të pjesëve me inerci, gjë që gjeneron thumba të presionit hidraulik që mund të shpërthejnë vullat e brendshme ose valvulat e trupave të valvulave. Butësia është shpejtësi. Shoferët më të mirë janë ata, pasagerët e të cilëve as nuk e vërin kur keni ndëruar marsh. Trajtimi i transmetimit me respekt siguron që ndërimet të mbeten të sakta dhe të qeta gjatë gjithë jetës së automjetit. Mos harroni. Sa herë që detyroni një marsh, ju po shkurtoni jetën e pjesës më komplekse dhe më të shtrenjtë të makinës suaj pas motorit. Në transmetimet moderne automatike, lëngu hidraulik është përgjegjës për angazhimin e tufave të brendshme. Kur kaloni nga D në R, ndërsa makina po kthehet ngadalë, ju detyroni transmetimin të ndalojë inercinë e automjetit duke përdorur fërkimin e brendshëm hidraulik dhe mekanik, në vend që të përdorni frenat e shërbimit. Kjo gjeneron rritje masive të presionit që mund të shpërthejnë vullat e brendshme ose të dëmtojnë trupin e valvulës, trurin hidraulik të kasës. Në kutitë e shpejtësisë manuale, dëmtimi është edhe më i drejtë për drejtë. Sinkronizuesit dhe dhëmbëzat marrin një goditje që mund të tërheqë copa metalike, të cilat më pas do të qarkullojnë në të gjithë vajin, duke vepruar si një smeri kundër të gjitha ingranazheve të tjera. Rregulli i artë për jetëgjatësinë e transmetimit është pauza e plotë. Duhet të siguroheni që shpejtësia e automjetit të jetë saktësisht 0 përpara se të lëvizni levën. Mos u mbështetni në elektronik për t'ju mbrojtur. Megjithse shumë makina moderne kanë brava sigurie, stresi mekanik ende ndodh në montimet e motorit dhe boshtin e daljes. Një pauzë për 1 sekonde para se të ndëroj marshin mund t'ju shpëtoj traumën e një transmetimi që fillon të shkelmoj ose rrëshqas, simptomat të qarta të një njësie që është abuzuar sistematikisht me nxitim. Numri 1. Zakoni i prerjes së tufës ose lënjes së këmbës të mbështetur. Ne vim te numri 1, zakoni më shkatërues dhe më i zakonshëm i të gjithë shoferëve të makinave manuale. Duke jenë këmbën të mbështetur lehtë në pedalin e tufës ose duke mbajtur tufën të shtupur në semafor. Shumë shoferë besojnë se nëse nuk e ndjejnë në rrëshqitin e tufës, nuk ka asnjë dëm. Erreme. Pesha e thjeshtë e një këmbëje që mbështetet në pedal, madje edhe disa gram presion, është e mjaftueshme për të drejtuar mbajtsen ose jakën e shtytjes. Ky komponent nuk është projektuar për të rrotulluar vazhdimisht. Është bërë të funksionojë vetëm gjatë sekondave që zgjat ndërrimi i marsheve. Duke mbajtur këmbën atje, kushineta gjeneron fërkim të vazhdueshëm termik kundër diafragmës së tufës, e cila përfundon duke kristalizuar materialin dhe duke varfëruar jetën e kushinetës në një fraksion të kohës së synuar. Por ka diçka shumë më serioze dhe më pak të njohur. Konsumimi i kushinetës boshtore boshti. Duke mbajtur tufën të shtupur, ju po ushtroni një forcë fizike që e shtyn boshtin e boshtit përpara kundër mureve të bllokut të motorit. Këto rondele të vogla shtytjeje janë përgjegjëse për parandalimin e lëvizjes së boshtit të boshtit gjatësisht. Nëse konsumohen për shkak të këtij zakoni, boshti i boshtit do të fillojë të ketë një lojë boshtore. Pasi kjo të ndodh, motori dënohet teknikisht. Loja do të dëmtojë vuat e vajit, do të shkaktojë rrjevje masive dhe përfundimisht mund të shkatërroni bllokun e motorit nga brenda. Zgjidhja është një ndryshim rrënjësor i zakonit. Sa po të mos keni nevojë të ndërroni ingranazet, hiqni këmbën plotësisht dhe vendoseni në mbështetjen e këmbëve. Në semafor vendosni neutral dhe lëshoni pedalin. Ky gjest i vogël i disiplinës mekanike është padyshim veprimi i vetëm që mund t'ju kursejë më shumë para gjatë gjithë jetës së makinës suaj.
duke shmangur një nga riparimet më të mundimshme dhe më të shtrenjta në industrinë e automobilave. Dhe kështu në mbyllim turneun ton të gabimeve më të zakonshme që me siguri bëni kur ndizni automjetin tuaj. Ju tashmi keni njohurit, tani është rada juaj për t'i zbatuar ato. Shihemi në rrugë.